Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të ndalemi tek një platformë e-commerce e cila mbledh bashkë produktet autentike shqiptare për t'i çuar drejt tregjeve ndërkombëtare. E ftuara ime e ditës së sotme është themeluesja e kësaj platforme, zonjusha Ilda Hila. Përshëndetje Nartila, faleminderit për ftesën. Përpara se të kalojmë në një bisedë më të detajuar në lidhje me platformën, ndoshta mund ta nisnim me si lindi kjo platformë dhe pse pikërisht ky emërtimi me zemër. Të them të drejtën Nartila, me zemër lindi shumë më herët se ndoshta e kuptova vetë. Un kam 22 vite që jetoj me familjen, jetojmë në Milano dhe çdo verë të fëmijërisë time i kam kaluar në Shqipëri dhe kam këtë kujtimin e prindërve të mi, të mamit tim, që sa herë mbaronin pushimet në Shqipëri, mbushte këto valigjet, këtë makinën me produkte nga më të ndryshme, domethënë nga çaj, nga rakia, nga mjalti, djathrat, dhe kjo për mua ishte diçka shumë e bukur, se edhe pse Italia ofron çdo gjë, po për një farë arsye për mamin tim këto ishin produktet më të mira në botë, dhe shihet që atë e lidhnin, e mbanin të lidhur me familjen që kishim në Shqipëri. Me kalimin e kohës, duke u rritur, duke punuar dhe në vende të ndryshme, vetëm, përjetova dhe unë të njëjtën ndjenjë, në fakt, dëshirën për të kthyer tek ajo shija tradicionale, po dhe fillova të kërkoja produktet, por edhe pse jeton në qytete të mëdha, nuk ke mundësi, nuk ka pika, jo vetëm fizike, por edhe online që të ofrojnë një produkt të certifikuar shqiptar dhe të cilësisë mirë. Me kalimin e kohës, gjatë Covidit, kur jeta e gjithë ne ndryshoi, ashtu dhe imja, fillova me pyetjet e thella nga jeta. Po, ishte ai momenti i reflektimit të gjithëve, domethënë. Dhe nuk e di çfarë ndodhi me mua, por aty vendosa që domethënë doja dedikoja vitet e ardhshme një misioni që do kishte impakt real tek jeta e njerëzve. Dhe ku më mirë se ta fillosh aty ku nisi çdo gjë, nga njerëzit e mi, nga vendi im. Prandaj me zemër lind si një nevojë, si një nismë për t'i dhënë mbrapsht diçka vendit tim, për të bërë të ndihen afër truezës, afër vatrës, çdo shqiptar që kundo që ndodhet nëpër botë, dhe pse jo t'ju japim mundësinë dhe të huajve të zbulojnë Shqipërinë nëpërmjet shijeve autentike që ka. Cilat janë disa nga produktet që keni ju në platformën tuaj, pra që tregtoni, dhe si zgjidhni produsit me cilët bashkëpunoni? Përzgjedhja jonë fokusohet kryesisht tek produktet autentike shqiptare dhe mbi gjitha ato që janë të prodhuara me varietetet autoktone. Për momentin ne ofrojmë një seleksion të gjerë të verave më cilësore shqiptare, më premium shqiptare, vaj ulliri nga extra virgin tek kualiteti më i lartë premium, organik, raki që është artizanale, premium, apo kafe, birë, produkte të ndryshme ushqimore. I dedikojmë shumë fokus për zgjedhjes së produkteve. Unë mundohem që ta krijoj vetë kontaktin e parë me çdo prodhues dhe të shkoj të takoj vetë në vendin e prodhimit, që të kuptoj jo vetëm procesin e prodhimit për çdo produkt, por edhe cilat janë vlerat pas prodhuesit, cilat janë historitë apo çfarë karakterizon çdo prodhues. Domethënë, dëshiroj ta sjell, ta reprezentoj në botë sa më mirë produktin e tij. Pra edhe historinë që mbart mbrapa ky produkt. Patjetër. Faza e dytë, në momentin që ne vendosim të bashkëpunojmë me një prodhues, faza e dytë ju përket ekspertëve të cilësisë, të cilët na ndihmojnë me analizat e tyre të analizojnë çdo kategori produkti në bazë të tregjeve ndërkombëtare
cilat janë produktet e duhura pastaj për të konkuruar jashtë shtetit. Nga momenti që bëhet porosia për një produkt, çfarë ndodh në fakt mbas kuintave me këtë? A e keni ju gjendje produktin apo porosisni nga prodhuesi? Si e keni ndërtuar këtë logjistikën e platformës? Nga ana e klientit, çdo gjë ndodh online. Domethënë klienti jon me një klik arrin të bëjë porosin online dhe duket shumë e thjeshtë. Pas kuintave është një proces goxha i komplikuar, por totalisht i automatizuar. Domethënë në momentin e porosisë kur klienti bën check-outin, porosia regjistrohet në mënyrë automatike në sistemin ton dhe magazina merr njoftimin në mënyrë reale për këtë porosi dhe fillon përgatitjet. Produktet tona ndodhen në një magazin ku temperatura dhe drita janë të kontrolluara 24 orë dhe përgatitja për pakun është shumë specifike, se është një dizajn i posaçëm për ne, për të përballuar rrugtime të gjata dhe pikërisht për produkte shumë delikate siç janë shishet e verës apo të tjerat. Prandaj përdorim dizajn të posaçëm dhe materiale brenda kutisë që i ndihmon produktin të arrijë në mënyrë ekselente tek konsumatori final. Pasi përgatitet pakoja, fillon procedura për dokumentacionin dhe në bazë të shtetit ku do të shkojë, ku destinohet pakoja. Çdo shtet ka legjislacionet e veta dhe ka rregullat që ne duhet të respektojmë. A është pak e vështirë që të eksportosh produkte shqiptare, se quhet një lloj eksporti ky, domethënë dërgesat që bëhen jashtë. A është e vështirë që për t'u përshtatur, duke qenë se produktet shqiptare janë pak të paragjykuara, të paktën në opinionin tim, nisur nga këto, flas gjithmonë për produktet bujqësore, domethënë. A është e vështirë që t'i eksportoni? Vështirësi është shumë e vështirë, të them të drejtën, dhe kjo ka qenë sfida më e madhe me të cilën jemi përballur. Të marrësh një produkt nga një vend që nuk është pjesë e BE-s dhe mbi gjitha produkt që ka të bëjë me alkoolin dhe ta dërgosh në çdo shtet të botës është goxha sfidë. Çdo shtet ka ligjet e veta dhe rregullat e veta, tarifat, dhe të arrish të bësh këtë në një platformë të vetme në mënyrë automatike ka qenë sfida më e madhe që ne kemi superuar me sukses, dhe sot mund të them me krenari që shërbejmë klientat në 16 shtete të ndryshme, nga shtetet e Europës deri në Shtetet e Bashkuara. Jemi të vetmi që arrim të bëjmë diçka të tillë. Prandaj ky është misioni jon, që ta dërgojmë Shqipërinë në çdo trues të botës. Cili është ai klienti më besnik i juaj, le të themi, në platformë? A është ai vizitori i huaj që ka qenë në Shqipëri dhe kërkon të rikujtojë atë shijen që ka provuar? A është diaspora që ka nostalgji dhe kërkon sërish këtë? Cilët janë klientët tuaj më besnik, le të themi? Ne kemi 3 kategori klientësh kryesor. Patjetër nga diaspora kemi marrë mbështetjen e menjëhershme dhe të padiskutueshme. Diaspora është klienti jon ideal dhe më i mirë, të cilët kanë nevojë, e ndjejnë atë nevojën që edhe unë si pjesë e diasporës kisha, të lidhen sa më shumë me vendin e tyre dhe me ato shijet, me ato kujtimet e bukura që kanë. Në kategori tjetër klientësh që kemi është patjetër turisti që vjen në Shqipëri ose që dëshiron të vizitojë Shqipërinë dhe dëshiron të rikujtojë ato momente të bukura që ka kaluar në Shqipëri, por me komoditetin në shtëpisë. Kështu që dëshiron të provojë produktet përsëri shqiptare në shtëpinë e tij. Kemi dhe blerës ndërkombëtar, të cilët janë gjithnjë në kërkim të produkteve të veçanta, diçka që nuk gjehet në supermarket, produkte që janë dhe bio dhe të shëndetshme, të cilët janë shumë të entuziazmuar të provojnë, domethënë, për produkte të reja. Kush e mban peshën kryesore nga këta? Besoj diaspora. Patjetër diaspora.
kemi shumë kërkesa dhe nga restorantet, jo vetëm restorantet që janë me temë shqiptare, që kanë ushqim apo menaxhohen nga shqiptar, por edhe nga restorantet që menaxhohen nga persona vizionar, të cilët dëshirojnë të ofrojnë diçka të veçantë, të surprizojnë klientët e tyre në menu me diçka që konkurenca nuk e ka. Cili është ai produkt që ju ka surprizuar në fakt me performancën, kuptimin e kërkesës, pra cili është ai produkti më i kërkuar? Flasim për kategorinë, nuk po flas specifikisht për markën, për shembull, ose për labelin që mund të kenë. Produkti që më ka surprizuar më tepër është patjetër rakia. Rakia është produkti më i kërkuar online dhe është shumë i vështirë ta gjesh online. Më surprizoi për faktin që ka shumë kërkesa dhe për lokalet që dëshirojnë të krijojnë koktele të veçanta me një produkt që është artizanal, premium, shumë i ri, shumë i freskët për klientët e tyre dhe krijojnë diçka unike. Prandaj patjetër rakia ka qenë surprizë e bukur. Nëse flasim për konsumin e produkteve që janë autentike dhe janë prodhime lokale, ju keni disa vite që operoni si platformë. Si është trendi i kërkesës që ju vini re, domethënë ka një rritje të kërkesës për prodhimet autentike që janë lokale, por në fakt po shpërndahen tashmë globalisht, dhe si qëndron Shqipëria në këtë trend? Sepse Shqipëria ka ato prodhimet autentike të veta, vendet të tjera kanë të tyre, domethënë ti me sa e sheh dhe njeh tregun, domethënë si të duket tendenca? Ka patjetër një rritje globale në kërkesën për produktet autentike, në një botë ku oferta është kaq e gjerë, ajo që bën diferencën është produkti që ka një histori ose që jep një vlerë emocionale klientit. Patjetër Shqipëria në këtë pjesë ka shumë për të dhënë. Shqipëria ka produkte fantastike dhe një histori fantastike. Dhe klientët këtë e kërkojnë, e dëshirojnë dhe dëshirojnë ta zbulojnë më tepër. Patjetër Shqipëria mund të bëjë pjesë në trend dhe ky është misioni jon, ta çojmë Shqipërinë, ta vëmë në hartën e trendit global për produkte autentike. A ka produkte që ju keni dëshirë që t'i çoni në tregjet globale, por është e vështirë për shkak të logjistikës apo barierave ligjore që mund të hasni? Ne kemi filluar me një nga produktet më të vështira që ekziston, që është alkooli. Prandaj vështirësia doganore dhe logjistikës e kemi frikë, por deri në një farë pike. Produktet që për momentin ne shmangim janë patjetër produktet me afat skadence të shkurtër apo ato që kanë nevojë për transport të veçantë. Okej. Dhe pra që kërkojnë ngrirje ose ngrirje, frigorifera apo një transport shumë të, për shembull çokoladën për momentin nuk arrim dot ta kemi në platformë, edhe pse dëshira është. Prandaj fokusi për momentin janë produktet ushqimore dhe së shpejti do jenë dhe ato artizanale apo punime me dorë. Okej, pra jeni duke negociuar për ta zgjeruar të gamën me produkte të tjera, domethënë. Patjetër. Si e ndikon në fakt këtë pjesën e prodhuesve lokal platforma juaj që çon ato jashtë kufijve, sepse flasim për prodhues që mund të tregtojnë brenda Shqipërisë, domethënë, por kjo është një derë që ju hap një mundësi të re. Nga feedbacku që ju merrni prej tyre, si e ndikon biznesin e tyre një model i tillë? Me zemër është një mundësi e jashtëzakonshme për prodhuesit shqiptar, se ne po flasim për prodhues që sidomos ato të vegjëlit që ndoshta janë në zonat rurale, kanë një treg të limituar, domethënë një treg lokal që është i limituar sikur ai i Shqipërisë. Dhe të kesh mundësinë të dalësh në një platformë, të kesh një vetrinë me paraqitje globale, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për to dhe një kartë vizitë që i ndihmon shumë edhe për klientët, për ato që i vizitojnë nëpër kantina apo tek fabrikat e tyre. A mendoni që globalisht, falek dhe kësaj tendencës ose njohjes që ka marrë Shqipëria prej turizmit në fakt, sepse
viteve të fundit në fakt ka pasur goxha prurje turistike dhe ajo pjesa e suksesit ka qenë kjo pjesa e prodhimeve autentike. Apo krijohet edhe si pjesë e kësaj një komunitet që është i fokusuar te kjo pjesa e autenticitetit ose produkteve autentike shqiptare. A mendoni që do ketë në vazhdimsi njerëz që ta porosisin vazhdimisht këtë produkt? Ne marrim kërkesa çdo ditë nga klientë të ndryshëm që kërkojnë jo vetëm produktet që nganjëherë dalin out of stock në website-in ton, por që kërkojnë edhe produktet të tjera. Prandaj kërkesat janë çdo ditë në rritje, të them të drejtën, kështu që mendoj që do vazhdojë kështu. Ka shumë kuriozitet për këto produkte dhe për faktin që Shqipëria kohë të fundit po merr një trend global dhe është shpeshherë në sytë e globit për mirë dhe kjo ngjan kurreshtje tek njerëzit që dëshirojnë ta zbulojnë më shumë edhe nëpërmjet produkteve të saj. Dhe mënyra për ta zbuluar një vend, një ndër mënyrat është patjetër ushqimi. Një nga mënyrat më të mira në fakt, më të shijshme. Dhe njerëzit provojnë patjetër para se të vinë në Shqipëri, shpeshherë provojnë përpara produktin dhe na kërkojnë dhe ndihmë që t'i ndihmojmë të organizojnë vizitat apo degustimet nëpër kantina. Pra ju e shihni të qëndrueshëm këtë kërkesën për produktet autentike shqiptare. Unë e shoh në rritje këtë kërkesë. Ju folët edhe pak më parë në fakt për zgjerimin tek një gamë e re produktesh. A mund na flisni diçka më shumë se cilat janë planet tuaja të zgjerimit për produktet që do ofronin në platformën tuaj? Planet janë të shumta, patjetër dëshira për përmirësim jo vetëm në platformë, jo vetëm në shërbim, por edhe në ofertën e gamës së produkteve. Është fokusi jonë kryesor. Dëshirojmë të përfshijmë sa më shumë produkte autentike shqiptare, jo vetëm në pjesën ushqimore dhe të pijeve, por edhe duke përfshirë libra të kulturës shqiptare, të historisë shqiptare për fëmijë, të gjuhës shqipe, apo punime me dorë, punime artizanale, apo vepra arti të krijuara nga artistët shqiptar. Dëshira patjetër është për të përmbledhur dhe produktet e Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë sa më shpejt, trevat shqiptare që të krijojmë një brand made in Albania për gjithë botën. Normalisht që të kesh kërkesë për produktet autentike shqiptare duhet të njohësh shijen ose edhe duhet t'i nxisësh ato. Në fakt a keni organizuar aktivitete ose cila është forma e marketingit që keni zgjedhur për të nxitur këto shijet shqiptare? Po, patjetër, ne jemi gjithmonë të aktivizuar jo vetëm online për të treguar historitë e produkteve dhe të prodhuesve tonë, por dhe në terren. Kemi organizuar evente të ndryshme, degustime në mbar Europën deri në Singapur. Madje gjë më e bukur që organizuam kohë të fundit ishte një event në gusht. Lançuam një trend në fakt, ku thirrja ishte për të gjithë shqiptarët e diasporës të organizonin eventet e tyre ekskluzive me temë shqiptare, ku tema është celebrimi i trashëgimisë shqiptare dhe ne kishim nderin të bënim një bashkëpunim me kuzhinierin më të famshëm që ka Shqiptaria, që është Faisal Demiraj, i cili krijoi një menu apostafat për me zemër dhe ne me anë të produkteve tona bëm përputhjen e produkteve me menuin e tij dhe rezultati ishte një art kulinar i pjatave tradicionale shqiptare. Cili ishte feedbacku që morët? Feedbacku ishte jashtëzakonshëm. Ne ishim miq të ftuar i një nga shqiptarët më të njohur dhe më të respektuar në Amerikë, zoti Richard Lukaj, i cili hapi bashkë me familja Lukaj hapi dyert e shtëpisë së tij për të mikpritur këtë event dhe këtë nismë. Dhe nga e momente mrapa kemi shumë kërkesa për të organizuar eventet të tjera,
Prandaj kjo është një trend i bukur që duhet të vazhdojmë. Ta vazhdojmë përpara edhe në vende të tjera të botës. Unë falenderoj shumë për gjithçka që ndat me ne dhe ju uroj shumë suksese në sipërmarrjen tuaj. Faleminderit. Bashkë do të shihemi në episodin tjetër.